Luhatjet e energjisë elektrike vijojnë të shkatrojnë pajisje elektrike të familjeve dhe bizneseve në mbar rrethin e Pukës. Energjia elektrike së fundmi shkaktoi mbylljen e përkohshme një biznesi në qytetin e Fusharzit, ndërsa pronari i këtij biznesi Alfred Qafa, i cili ka kyçur dyert si pasojë e daljes jashtë funksionit të të gjithë pajisjeve elektrike, tregon se në OSHA-n e Pukës askush nuk përgjigjet as për të verifikuar dëmin e shkaktuar, pa le të kompensohet ashtu siç parashikon kontrata. Ka pas dy fazë në linjën e korrentit, më ka djegë gjitha pajisjet e lotës, ku kam me gjitha dokumentat, ku ja faktoj dokumentat, pasi me numër nipti me gjitha, edhe kam kontaktuar me drejtorin e elektrikut, kam kërkuar një grup hetimor për arsyeën se në kontratë OSHA thotë se çdo dëm se vjen nga ana rrymë do të kompensohet, dhe s'm kanë pronas një lloj hetimi as i gjë, vetëm kanë ardhur thjesht dy elektricista me hyp në shtyllat edhe më ulën tokë, as i gjë më tepër, më kanë djegë gjitha pajisjet rreth 5 milion lek pajisje. Kam kontaktuar me drejtorin ku ma përgjigj dhunshëm, nuk do t'ja di, azi. Për më tepër mund të tregoj edhe provat atij kur të jetë momenti i duhur. Kam bën një aplikim për me vendim gjykate ta njek me anë ligjore, azi. Kam shku sot dhe kam kontaktuar me drejtorin edhe ku përsëri më ka thënë nuk do t'ja di se çfarë ta djeg ty, a kupton? Unë du me di sa jam i sigurt edhe për jetën, jo vetëm për asaj. Nëse mas nesër mund të kisha vdekë këtu dhe s'është një grup hetimor. Ku punëtori jam ka bën uljen e shtëpisë automatit, që ka qenë të marrë flak këtë lokali, edhe është i papërgjegjshëm, nuk jep asnjë lloj rrugëzgjidhje, as son ligjore, as janë juridike, as gjë, vetëm thjesht tregon arrogant. Unë nuk i kam asnjë borxh shtetit, as i debi, i kam lënë gjitha faturat. Azë jam korrekt me mand ligjore me shtetin. Alfred Qafa i apelon qeverisë dhe përmes saj dhe OSHA-s, që ashtu siç kërkojnë korrektësi në likuidimin e faturave, ashtu dhe të përgjigjet në detyrimin e saj kontraktual. Në rrethin e Pukës janë më 10 raste kur shumë familje e biznese janë dëmtuar, por asnjëherë OSHA nuk i është përgjigjur edhe pse është konstatuar burimi i këtyre dëmeve.